Monti në Kukës ka marrë një ktesë të papritur në 24 orët e fundit, teksa rreshtet e dëborës të pazakonta për stilin e derës që ranë të dielën kanë ulur deri në 9-0 temperaturat në verilindje. Ndërkohë kjo dëborë në stilin e pranverës, përveç se ka shkaktuar ngrica dhe probleme në qarkullim, ka dëmtuar gjithashtu edhe pemëtarinë. Situata e Montit aktualisht është e qetë. Sipas Komisionit të Mbrojtjes Civile, të gjitha akset rrugore nacionale janë të qarkullueshme normalisht. Nga subjektet kontraktore vazhdon puna për pastrimin nga bora dhe kriposin e atyre segmenteve ku ka qenë e nevojshme me qëllim mbajtjen funksionale të tyre. Në të gjithë rrugën e Kombit, deri më tani nuk ka probleme me qarkullimin e mjeteve që bëhet normalisht. Rreth 18 borë pastruese janë në gatishmëri për pastrimin e rrugës dhe hedhjen e kripës në rast të përkeçimit të Montit në orët e vim. Autoriteti rrugor shqiptar apelon drejtuesit e mjeteve të kenë kujdes të shtuar për shkak të lagështisë dhe ngricave në rrugë, të pajisen me goma dimrore dhe zinxhir kur udhtojnë për në zonat e larta malore me prezencë dëbore dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme në këto zona me vështirësi qarkullimi. Gjatë ditës fshatrat Myhejan, Buçaj, Ast e Sopot në Tropoj, fshatrat Branov, Liçeni Kuq, Metaliaj, Tobël, Myqhas në As dhe njësia administrative Malzi në Kukës patën mungesë të energjisë elektrike.